Real është fituesi i derbit të Madridit që kualifikoi Los Blancos për herë të 21 në çerkfinale të UEFA Champions League, kështu spanjollët pas Paris Saint-Germain u bën një tjetër skuadër që kualifikohet nga lotaria e penaltive që u ka pushteshur kështu Los Blancos, të besuarve të Ancelotit, të cilët janë bërë edhe ekipi që ka fituar më shumë ndeshje të fazës me eliminim direkt të UEFA Champions League, pikërisht nga gjuajtjet prej 11 metrave. Ishte një betejë e luftuar ajo e Wanda Metropolitano kundër Atleticos Madridit, por vendasit përveç se arritën të bëjnë një gol ndër më të shpejtët e historisë së kompeticionit, pikërisht pas vetëm 30 sekondash lojë, nuk ja dolën të prishin ekuilibrin që zgjati për 210 minuta praktikisht, ndërkohë që në fund u deshën pra penaltit për të përcaktuar skuadrën që do të kalonte më tepër. Sërish ishte Real Madridit që me penaltin e fundit të gjuajtur nga Rudiger, ashtu siç kishte ndodhur në çerkfinalen e sezonit të kaluar kundër Manchester Cityt, bëri pra që Real Madridit avanconte më tej. Tashmë janë përcaktuar edhe çiftet e çerkfinaleve, konkretisht bëhet fjalë për Arsenal Real Madrid, Barcelona Borussia Dortmundit, Bayern Munich Inter dhe Paris Saint-Germain Aston Villa. Ndeshjet e para do të luhen më data 8 dhe 9 prill, ndërsa kthimet më 15 dhe 16 të njëjtit muaj.